Isha sot te marketi Lagjës, po bleja ca gjëra edhe ishte aty një djalë para meje që po blinte edhe ai, po s'po i kalonte karta, kupton? Kishte ngec aty, s'kishte lek në kartë. Edhe i thash unë djalë, lutem, i thash se na lek këtu 1 orë, ai se po t'i paguaj unë, vetëm lutem tike. Edhe kthen kokën ai mba mua, edhe çfarë, unë nuk e them shpeshtë, po u duk që besoj një kështu si goditje, si parasysh kur të shikoni mashkull ti e kupton që ai ka si një shkëlqim në sy që mahnite thot wow. Po nisë unë s'ja vara shumë Mika, vetëm kur vjen mua një nga shokët e këtij, më thot mua, ky djali e do numrin tënd. Edhe i thash unë çfarë thua, ai që s'ti kalon të kartën dhe do numrin tim, po avash dhe s'ka shanse kush është ai. Më tha mua shoqë, atë si njëti ai është Diego Armando Maradona. I thash unë, më fal kush, se nuk shoh telenovela spanjolle, nuk i njoh. Thënë, jo, ai është një nga futbollistët më të famshëm. Më mirë thash unë, dha ky shoku i këtij që do numrin ky djalë të japi, thash absolutisht jo. Unë jam vajzë me nder, nuk ja jap numrin çdo njeriu, të lutem mos më ofendo. Nëse do, i thash, të më shtoj në Facebook. Edhe shkova në shtëpi unë kështu, vjen një ftesë në Facebook, Papi Mandi.